Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës që jeni ju vetë dhe energji të shenjave të ujit. Gjithsesi, mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Në fillim të javës së parë, shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi. Në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ku aty gjeni forcën për të vazhduar para. Për pjesën tjetër, mund të keni kaluar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike. Por e rëndësishme është që ju gjeni forcën për të ecur para. Dhe shoh që do jeni në një njohje të re, mund të jetë një person që është e vendi punës që ju admiron, por mund të jetë dhe një person i shoqërisë tuaj. Është një person që të rriqet nga ju, një person shumë festiv, ndërsa në rastin tjetër shoh një bashkëpunim. Mund të keni bashkëpunime, partneritete në lidhje te vendi punës, ju mund të bashkëpunoni në një biznes, në një punë që mund të bëni, dhe shoh që do keni festime në fund të javës, ose ju do bashkëpunoni me familjen tuaj për të shkuar ose për të bërë pushime ose për të filluar pushime gjatë fundjavës. Për pjesën tjetër ka lidhje me shoqërinë tuaj, ku ju mblidheni në grupe njerëzish, aty festoni, por shoh dhe lajme të mira, ndërsa te vendi punës një pjesë prej jush mund të keni kaluar vështirësi, dëshironi të bëni diçka ose kapni një vend pune ose mund të jeni në një biznes ose në një aktivitet privat ku do t'ju adhurojnë, do t'ju admirojnë për punën që bëni, por të ardhurat i shoh pak të vogla. Gjithsesi, unë i shoh që ju do merrni lajme të mira në zhvillimin e këtyre situatave që do keni te vendi punës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni me energjinë e shenjës së Shijetarit, kemi kartën e të dashuruarve dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që jeni shumë transparent në lidhje me një dashuri, shoh që ndiheni shumë të dashuruar me një person, por do ndiheni në dilema, nuk do dini çfarë të bëni. Për pjesën tjetër, shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por shoh një bashkëpunim shumë të mirë, do ndiheni shumë të dashuruar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por mund të jeni përsëri në dilema në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër, shoh që do jeni shumë transparent në lidhje me partneritete të ndryshme, bashkëpunime që ju do keni, mund të jeni midis dy punëve, dy partneriteteve dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema. Gjithsesi është një javë fantastike sepse ju do ndjeni transparent në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që do keni gjatë javës së dytë. Mund të jetë dhe një person dashamirës që do t'ju ndihmoj në lidhje sepse shoh që ju edhe pse gjërat janë negative, ju do mundoheni t'i shikoni më pozitivisht në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës tuaj këtu, kemi energjitë e shenjave të ajrit dhe kemi energjinë e shenjës së Gafores. Atëherë shoh që një pjesë prej jush ose keni kaluar disa tensione, situata toksike, ose keni pas shumë vështirësi si në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Por këtu kemi Saturnin që është dhe planeti juaj, ju keni marrë mësime në lidhje me gjithçka, me këto situata. Dhe unë shoh që do jeni në kërkim të një dashurie për t'i çuar para emocionet tuaja, një njohje që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh në udhtime në fund të javës tretë,
Por, gjithsesi, shoh që mund të jende në kërkim të një pune, në kërkim për të shkuar me pushime, ose në kërkim për t'i dhënë drejtim punës tuaj, anës tuaj ekonomike, sepse shoh që keni marrë mësime, do jeni më të organizuar gjatë javës së tretë dhe do jeni duke kërkuar blerje në një shtëpi, blerje në një makine, varet çfarë ju do kërkoni. E rëndësishme është që në fund të javës tretë, unë shoh që ju i jepni drejtim gjithçkaje, si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me dashurinë, njofjet lidhjet që keni, por edhe në lidhje me udhëtime të ndryshme që ju do bëni, me parat, në lidhje me punën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë, në javën e 4, ju shoh që jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjave të zjarit dhe energjia e shenjave të ajrit. Disa prej ju shoh që do keni njofje të reja, do keni shumë flerte gjatë fillimit të javës 4, por do ndjeni shumë konkurrencë në lidhje me një person që ju dëshironi të bëni një fillim të ri. Dhe shoh që aty do keni edhe, ndoshta mund të jetë që ju e ndjekni një person në mënyrë të fshehtë ose personi ju ndjek ju në mënyrë të fshehtë, por gjithsesi do ndjeni që ka konkurrencë. Mund të keni edhe pretendentë të tjerë në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që do ndiheni emocional gjatë fillimit të muajit, por do keni disa konflikte në mesin e muajit ose disa tensione në lidhje me njofjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që këtu ka shumë sekrete në lidhje me disa tensione, me disa situata që do krijohen. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do merrni lajme të mira te vendi punës. Ju mund të shkoni të konkuroni për një vend pune, dhe aty secili lufton për vete, ju do luftoni për veten tuaj, ju ndiheni më të qetë në këtë konkurrencë që keni, ndiheni pak më sekret në gjërat që ju do bëni, dhe unë shoh që jeni në një situatë ku ju, pavarësisht se ka konkurrencë, ju do luftoni për veten tuaj. Gjithsesi, është një muaj fantastik, sepse shoh që do lini mbrapa shumë vështirësi që keni kaluar, sfida në lidhje me njofjet, me dashurinë, do keni njofje të reja nëpërmjet grupe njerëzish që mund të jetë te vendi punës ose grupe shoqërore ku ju do shkoni për të festuar, do keni bashkëpunime të ndryshme te vendi punës, por që ana të ardhurat tuaja nuk do jenë ato që ju prisni. Gjithsesi ju do ta merrni më lehtë edhe këtë situatë. Ju shoh që edhe pse gjërat mund mos jenë shumë pozitive në lidhje me gjithçka, ju do mundoheni t'i trajtoni gjërat më pozitivisht dhe t'jeni më pozitiv ose të ndryshoni këndvështrim në lidhje me çështje dhe situata, në lidhje me një dashuri. Për gjithë ata që ndihen shumë të dashuruar, sepse shoh që ndiheni të dashuruar, por jeni dhe në dilema. Mund të jeni dhe midis dy personave, një pjesë prej jush. Ndërsa në lidhje me punën keni bashkëpunime, partneritete të ndryshme, mund të jeni midis dy punëve, dy partneriteteve gjatë këtij muaji dhe nuk dini se çfarë të zgjidhni, dhe do të shkoni gjërat më pozitivisht edhe në lidhje me këtë situatë. Ju shoh që keni kaluar shumë sfida, situata shumë të vështira, mund të keni pas të bëni me njerëz toksik, me situata toksike, me vështirësi që mund të jenë krijuar në jetën tuaj, por kjo gjë ju ka bërë që ju të merrni mësime, të jeni më të organizuar në javën e tretë dhe të jeni gati në kërkim të gjërave që ju dëshironi. Nëse ju dëshironi një dashuri, atëherë ju do të jepni drejtim. Nëse ju dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja duke flirtuar, atëherë do ta bëni këtë. Në rastin tjetër, nëse dëshironi të jeni në kërkim për të shkuar me pushime të një udhëtimi me familjen tuaj, atëherë unë shoh që ju e realizoni dhe këtë. Do me thënë, ju do të jepni drejtim gjithçkaje, si anës ekonomike, por dhe punës tuaj. Shumë flerte shoh në fillim të javës 4, një konkurrencë e madhe ose disa konflikte që duhet keni kujdes, lajme të mira, por shoh shumë sekrete. Ndoshta ju mbani sekret një konkurrencë që keni, ose dikush ju ndjek në mënyrë të fshehtë, ose ju do merrni vesh do mësoni një sekret në lidhje me një konkurrencë, që mund të jetë te vendi punës, mund të jetë në këto partneritete që ju dëshironi të keni.
por gjithsesi do keni dhe udhëtime tham gjatë javës 4, është një muaj fantastik, janë gjëra kalimtare dhe këto që mund të jenë jo shumë pozitive. Gjithsesi marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëre, kemi të njëjtin mesazh që radhet e shenja më përpara, gjithsesi unë i përzita, por kjo është energjia, dhe thotë që ju do kaloni momente shumë të bukura me të dashurit tuaj, me në njohjet, lidhjet ose në një njohje të re që do futeni. Kështu që edhe në lidhje me familjen tuaj, bëni gjëra të moshës tuaj, thotë, festoni në lidhje me, mund të keni fejesa, martesa, se nuk e thashte kjo pjesa e parë, por ndërkohë i shoh shumë festiv. Në festime, në lidhje me njohjet që keni, me një person që keni në jetën tuaj, në lidhje me shtëpinë, me familjen, lajme të mira, një çlirim shpirtëror nga çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni kaluar në jetën tuaj, dhe është e nevojshme të bëni gjëra të moshës tuaj, thotë, me miqtë tuaj. Me miqtë tuaj, dhe këtë e pam shumë fort në fakt, shoh shumë festime në lidhje me miq për të gjithë ata që mendojnë t'i kalojnë pushimet me miq, por dhe me familjen. Atëherë, kjo ishte e gjitha për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve, një mbasditë sa më të këndshme, fundjavë sa më të bukur për të gjithë ju, dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.